Umberto Eco, një filozof, një shkrimtar dhe një studiues italian, I cili ka jetuar nga viti 1932 deri në vitin 2016. Unë kam zgjedhur sot një nga librat e tij, I cili është konsideruar më I miri që ka shkruar vitet e fundit, Vareza e Pragës. Është një libër I cili, përveç se është magjepsës, e nxit lexuesin që të mendojë në mënyrë kritike mbi të vërtetën dhe mbi mashtrimin. Përveç elementeve historik, gjejmë element filozofik dhe shumë element misterioz. Ka një stil të pasur, ka një stil ironik, ka një stil shumë të detajuar. Ngjarjet zhvillohen në shekullin e 20 dhe është historia e Simonit, një personazh misterioz I cili merret me falsifikime dhe me komplote politike. Gjë e cila përfaqëson teorinë e komplotit dhe periudhën e aktivizmit të Europës të shekullit të 20. Unë do të dëshiroja të lexoja edhe një review nga Booklist. Ky libër është një rrugëtim I stuhishëm mes komploteve dhe intrigave politike. Ky rrëfim I errët është zbukuruar këndshëm me komente të sofistikuara dhe të gjalla, ndër të tjera mbi Freudin, metafikshënin dhe sfidat e historiografisë. Faleminderit.